Se na thalluni, mjekët duket që nuk ditë bëjnë mirë vetëm detyrën e tyre, por edhe të luajnë mirë futboll. Me thënë drejtën është pasioni i joni i ka hershëm, që krahas profesionit tonë, ne kemi edhe hobin e lojrave futbollit, tennisit, padellit, e tjerë, dhe kemi një traditë në këtë fushë, pashtë kemi vite që organizojmë dhe promovojmë për jetën e shnetshme dhe pjesën e masdites, duke organizu neshje nëpërmjet punojësve spitalit dhe me gjëra. Duket se keni marrë shumë seriozisht pjesëmarrjen në këtë kampionat, mbi 40 që po zhvillohet nga Societa Rajonale e Futbollit Shkodër. Me thënë drejtën, si për çdo gjë ne jemi shumë serioz, jemi shumë fokusum, jemi shumë disiplinum. Ne e mendojmë neshjen dhe mundona me e fitu nëpërmjet mindsetit ose mendërisht më përpara, e përgatisim më përpara, e studiojmë edhe kundërshtarin më përpara, ne jena tanë këtu, edhe ato që losin edhe ato që nuk losin, jena tanë një tim dhe mundona për me bë më të mirën që me ecë sa më tepër në kampionat. Duket që një iniciativë e tillë është për të përgjizuar? Po, patjetër, përveç se socializimi që kemi njëri me tjetrin, është promovimi i aktivitetit fizik, që është gjaja më e mirë e mundshme, dhe tjetra shpresoj që të zgjerohet edhe më tepër në vitet e ardhshme, dhe unë komplimentoj edhe federatën dhe gjithë organizatorët, me thënë drejtën, shumë korrekt, shumë serioz, dhe ju uroj të fitojnë më i miri. Dhe më i miri do të jetë ekipi i Spitalit Rajonal Shkodër? Më i miri do të jenë ekipi i Spitalit Rajonal Shkodrës, ne i marrim neshët një nga një, siç ju kam thënë në fillim, pastaj do ta shohim në fund.